وإنك لعلى خلق عظيم. Të nderuar teleshikues, asalamu alaykum dhe mirë se takohemi së bashku për të realizuar këtë emision të drejtë për drejtë, siç realizohet çdo të hënë mbrëma që quhet Nektari i Volosur. Dhe siç e dini tashmë në këtë emision përballë nesh është Hoxha Enis Rama, me cilin do të bisedojmë edhe sot, një temë e cila filloi javën e kaluar për konceptin islam rreth familjes dhe mësimet të Muhamedit alayhis salam rreth familjes. Për sot nga afër nëpërmjet rrafimeve të Hoxhës do të kuptojmë se çfarë ishte Muhamedi alayhis salam në familje. Asalamu alaykum Hoxh, mirë se ke ardhur. Aleikum salam ver, do të shpëlef. Atëherë Hoxh, në fillim të kësaj teme do të bëjmë një pyetje paksa më të hapur se çfarë ishte roli i Muhamedit alayhis salam, duke u nisur nga fakti që është transmetuar mjaft për jetën e tij, sidomos nga familja e tij e afërt. Si e përshkruajnë ata Muhamedit alayhis salam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë dhe sikur që përmendë vëllai nderuar, ka shumë udhëzime, mësime, porosi të Kuranit dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam lidhe me familjen. Dhe diçka prej saj kemi shkëputur dhe kemi përmendur në takimin e kaluar. Normalisht gjithë ato tregojnë se sa i ka kushtuar Islami vëmendje dhe rëndësi familjes. Normalisht pasi që i ka kushtuar kaq vëmendje, reflektimi praktik i kësaj në mënyrë më të mirë dhe më të dinj është bërë nga vetë mësuesi dhe kumtuesi dhe edukatori i këtyre mësimeve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht të flasësh për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në familje, do të flasësh për një pjesë të madhe të jetës së tij. Nga se i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk mungonte nga familja e tij. Ishte shumë pranë tyre. Dhe duke qenë kështu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar kohë të gjatë me ta. Andaj edhe ka shumë mësime, shumë udhëzime që dalin nga ky aspekt i jetës së tij. Madje ajo që është interesant, edhe kur ishte në udhëtime, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e merrte familjen me vete. Do të thotë gruaja e tij ishte vazhdimisht shoqëruese e tij në këto udhëtime. Andaj duke qenë edhe në vend, edhe në udhëtim, edhe në çdo situatë e shet se afër tij kishte familjen e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shumë i angazhuar edhe në jetën publike. Gjithsesi, por kjo më kuptoi se ka shumë çfarë të thuhet. Nëse njëri për shembull është rrallë në familjen e tij, atëherë për shumë vite, por pak kemi çka më thon se s'ka pas mundësi me nejt shumë me ta. Nuk ka pas shumë kontakte të shpeshta me ta, nuk ka qëndruar shumë afër tyre, për shkak se ka qenë i angazhuar. Ndërsa tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e gjejmë të kundërtën. Përkundër angazhimeve të shumta që kishte, rolit të madh në shoqëri, detyrës së madhe si pejgamberi i Allahut azhjal, e gjejmë se ishte shumë afër dhe shumë pranë familjes së tij. Dhe qëndrimi i shpesh dhe i gjatë i tij me familjen e tij, me të vërtetë na ka mundsuar neve që të kemi qasje të madhe në jetën e tij kur bie fjala për familjen. Andaj transmetim e shumta janë që vinë nga gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga ata që ishin pranë tij, ku flitet se ishte i dërguari sallallahu alaihi wasallam në familje. Ne me siguri do të kemi rastin që tash gjatë emisionit të përmendim raste të ndryshme të detajzuara lidhur me këtë çështje, por dua të them një gjë, se prezenca e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në familje sillte lumturi dhe kënaqësi për ta. Ata mezi prestin të vjen ai në shtëpi. Ata kënaqeshin kur ai ishte prezant. E ndinin me të vërtetë mungesën e tij në familje. Dhe kjo është një sukses i madh i një kryefamiljari, që të ndihet mungesa e tij. Jo në kuptim të aspektit material. Nuk është këtu se tash s'ka kush na blen gjëra, s'ka kush na ushqen. As në kuptim vetëm të ruajtjes, të ecin një lloj kujdestari në kuptimin e mbrojtjes. Jo. Ata atyre u mungonte dashuria e tij, atyre u mungonte afërsia e tij, atyre u mungonte emocioni që ai e shpërndante në mesin e anëtarëve të familjes së tij. Andaj e prisin me mall dhe kënaqeshin kur ishin në prezencë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe
ajo që mund të veçohet në përgjithësi se çka thuhet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim se asnjëherë nuk ndodhi që i dërguari sallallahu alaihi wasallam problemet e jashtme që i kishte me njerëzit, ngarkesat të barte në familje, dinte për mrekulli të bën të advin ndarse, mes asaj që quhet jetë publike edhe mes asaj që quhet jetë familjare. Dhe këtu është suksesi dhe sekreti i këtij suksesi të madh që e dërguari sallallahu alaihi wasallam e realizonte në familjen e tij. Nga se ne njerëz dhe mund të ndikohemi nga lodhja, mund të ndikohemi nga angazhimet, madje edhe nga problemet e jashtme dhe fatkeqësisht të gjitha këto pasaj t'i bartim tek familja, të cilat mezi presin që ne të komunikojmë me ta, mezi presin që ne të sillim mirë me ta, e presin atë dashurinë që ne duhet t'u afrojmë, atë afërsinë, atë ngrohtësinë, dhe ja që njeriu ta vjen i lodhur dhe fillon që atë revolt dhe atë nervozitet që nuk ka pas mundësi me shpreh jashtë familjes, fillon tash edhe të shpreh padrejtisht mbi anëtarët e familjes. Kët kur nuk e bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kishte ngarkesa, kishte probleme, kishte më vërtet paramendon mjafton vetëm ato probleme që i shkaktonin hipokritët, munafikat Medine, kishte probleme shumëta, por asnjëherë nuk është transmetuar nga ndonjë grua e tij apo nga familjarët e tij i afërt se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi i nervozuar ose i bërtiti kësaj ose e ngriti zërin ndaj kësaj, nga se ishte i lodhur asnjëherë. Përkundër lodhjes së tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjente kohën e mjaftueshme të duhur që edhe t'ia kushtonte edhe familjes së tij. Madje secilit antar. Patjetër, gjithsesi apo. Gjithsesi çdo kush e merrte hakun e tij. Dhe mendoj se këto dy janë shumë rëndësishme që ti kuptojmë në hyrje të shtjellimit të kësaj teme. Hoxh, sigurisht që qëndrimi i Muhamedit alayhis salam në shtëpi nuk ishte vetëm i thjesht, por kishte edhe dobi të cilat dalin prej familjes tij. Na thuaj si i edukonte ai familjarët e tij në familje? Po kjo, do të thonë, shfaqet në shumë aspekte. Të flasësh për mënyrën se si edukon të anëtarët e familjes është diçka shumë e gjatë, por unë do të mundom të fokusohem në 2-3 pika kryesore. E para, vëllënderuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i edukon të familjarët e tij që të jenë të përkushtuar dhe adhurues të drejtë të Allahut të Madhuar. Dhe i mësonte se në çdo situatë vështirë që mund të gjenden ata, rrugdalja është përkushtimi dhe kthimi tek Allahu te barekuhu teala. I lidhte me Zotin azza wa jall dhe i drejtonte ka ai që ata me të vërtet ta kuptojnë rolin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si njerëzor, por asesi që ai tu azavëzon te Zotin. Sikur se fatkeqësisht ndodh nganjëre kur e familjari aq shumë domthon lidhet familja me ta dhe gjithmonë domthon janë të varur prej tij dhe nuk ka edukat që të lidhen me Allahun e Manduar, saqë ata nuk e adhurojnë, por nuk e paramendojnë asesi dhe nuk dinë të gjenden në mungesën e tij. Pra kalojnë kufit e njerëzores. Gjithsesi, andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një natë u ngrit i shqetësuar për një shpallje që janë nga Zoti i tij, për një sprov që mund t'i kaplonte njerëzit, apo dhe çfarë bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nuk e ngriti zërin, nuk bëri panik, nuk e harroi familjen, se kështë ndodhë në sprova me harru një familjen e tij, po çfarë bëri? Shkoi dhe i zgjoi familjarët e tij. Ngrituni tha, ngrituni dhe faluni, drejtoni Allahut mënduar, nga se sonte më është shpallur një sprovë e madhe. Ishte fjala për sprovën e Yexhuj Mexhujit, popull shkatrimtar që do të rënojnë, do të prishin, kjo është temë tjetër, por megjithatë si i edukoi pejgamberi kur vije sprova, kur vije frika, kur vije telasha, ngrituni tek Allahu, kthej dur ka ai. Lidhja më e mirë. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vajzën e tij Fatimën, çfarë i tha? Angazhohu dhe përpjeku për tek Zoti, nga se unë nuk mund të kryj punë ty tek Allahu i Manduar. Andaj mos llogarit pse ki babën pejgamber, mos llogarit pse ki babën ti të dashur tek Allahu, se të mjafton kjo, edhe pse nuk je sa duhet e përkushtuar, nuk je e devotshëm sa duhet e kështu me radhë. Nuk lejon të që në emër të autoritetit të tij dikush të psonte. I edukonte kështu, dhe kjo është më rëndësi. Nga se nganjëherë familjare për shembull për shkak të mungesës së këtij vizioni i mëson familjarët e tij, gruan e tij, fëmijët e tij që ata disi të mbështeten në pasurinë që ai ka, të mbështeten në lidhjet që ai ka, të mbështeten andaj fëmiu nuk mëson pse ka baba shok profesorin, e ka baba shok kët, baba ka ndikim dhe fillon që fëmia me të vërtetë të bëhet një lloj paraziti dhe të ketë rol destruktiv familje duke e keq përdorur këtë pasurinë e babës
autoritetin e babës e kështu me radhë. Muhamedi s.a.s. i edukante familjarët që të lidhen me Allahun e para dhe të llogaritën në punë të tyre. Andaj duhet angazhuar, duhet domthonjë që të përpjeken, të punojnë, e asesi mos të mbështeten as në autoritetin e tij, e as në forcinë e tij tek Allahu xhallahu ala, e as në asgjë. Por Muhamedi alayhis salam do të jetë ndërmjetësues në ditën e gjykimit, e Kjo është edhe për familjen e tij. Patjetër, por këtu nuk specifikohet vetëm familja e tij. Këtu është për të gjitha ndërmjetësues. Për të gjitha ndërmjetësues. Andaj nuk kam privilegj të caktuar familjen e këtë drejtim tek Allahu i manduar. Ata kanë privilegj të ndihmë si janë familja e tij, patjetër. Dhe ne kemi obligim ndaj familjes së tij. Gjithsesi, kemi obligim në si ummet, kemi obligime të shtuara ndaj familjes së tij. Apo, por ata vetvetiu nuk guxojnë të llogariten në këtë afërsi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se nuk kanë kontribuar vetëm me punët e tyre dhe me angazhimin e tyre. Andaj, i edukonte në adhurim, i edukonte në angazhim, i edukonte në punë e jo në largim nga Zoti, e as në llogarit tek njeriu, qoftë edhe në autoritetin e tij e kështu me radhë. Gjithashtu nga ajo që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i edukonte familjarët e tij, do thotë ishte që ata të jenë të durueshëm dhe të pajtohen me caktimin e Allahut të manduar. Prandaj duke qenë i dërguari sallallahu alaihi wasallam njeri me autoritet, njeri me ndikim të madh, kishte shok të pasur që nuk kursanin tërë pasurin të japnin atij, megjithatë ai atë që kishte e shpërndante, ndërsa për familjen e tij mjaftoi me ushqim do të thotë modest. Dhe asnjëherë nuk e kontestoi këtë mënyrë të jetesës së tij as nga gratë e tij, nga familja e tij. Dhe kjo është më rëndësi që familjarët t'ia besojnë kryefamiljarët të tyre, që t'ia besojnë burrit, edukatorit, t'ia besojnë mënyrën e jetesës. Jo në kuptim të zullumit, edhe në kuptim të padrejtisë, edhe në kuptim të shënimit, apo jo kështu. Por i dërguari sallallahu alaihi wasallam mësonte se më e mirë është të shpërndani se të ruani për vetën e juaj. Ishin të kënaqur ata me këtë lloj jete? Ishin jo vetëm të kënaqur, por kur i kujtojnë këtë ditë pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këto ishin ditët më të mira që ata kishin kaluar në këtë botë. Atë Aisha radhiyallahu anha paramendoi, kjo është më rëndësi, i edukante që mos të ankohen dhe mos të bëjnë presion njeriu ta kalon kufirin. Nga se fatkeqësia është sot për shembull se mungesa e edukatës në këtë drejtim, në vetmjaftim, me atë që e ke, mungesa e edukatës në kënaqësi me caktimin e Allahut ka bërë që shpesh herë mungesa nuk po them e gjërave elementare, por fillon dal ngadalë që edhe mungesa e luksit të shkakton probleme në familje. Shiko, kësaja ka bler kështu, e ka këtë telefon, fëmiu thot, shokët e mi e kanë këtë, ti s'mi ke bo mu kushtet, e kështu më radhë, pa shikuar fare, a janë mundësit, a nuk janë mundësit, ndoshta dikujt prindja ka dhonë telefonin, ja ka dhonë këtë tesh, ose këtë mbathje, por nuk është në respekti, nuk është dashuria. Nësa pejgamberi ose mësonte se atë që unë po u ajap juve është shumë më e shtrejtë, më e rëndësishme se gjërat materiale. Andaj i edukonte që të dinë të vlerësojnë çka vlen e çka nuk ka vlerë të madhe. Andaj i mësoj që ta vlerësojnë edukatën, mësimin, respektin, dashurinë që e gëzonin familjen më tepër se aspektet materiale. Andaj ka familje shumë që nuk u mungon aspekti material, nuk u mungon as modelet më të reja të telefonave, as të makineve, as të pajisjeve tjera çfarë do qofshin ato. Mirë po, u mungon respekti, u mungon dashuria, u mungon përgjegjësia, u mungon gjërat elementare të natyrës së vlerave që mbeton ndër tot familja. Prandaj pejgamberi don të tregonte se kjo është më rëndësi. Apo më tepër, sa ajo se çfarë do të ham ne apo çfarë do të pim ne. Tek mundi kjo është botë, e kalojmë. Normalisht kjo nuk do të thotë se kryefamiljar duhet të bëjnë që të vuajnë anëtar të familjes. Larg asaj, mirë është me u siguru ushqimin më të mirë, pse jo, veshmbathjen më të mirë, pse jo, nuk është kjo haram. Por dua të them se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i mësonte që ata të jenë të gatshëm për situatë. I mësonte që të jenë të pajtuar me caktimin e Allahut. I mësonte se si duhet të vlerësojnë gjërat. Apo dhe se ajo që duhet të kryeson vlerësimin e gjërave janë vlerat morale e jo vlerat materiale. Megjithëse pra këto të fundit janë të kalueshme. Po sigurisht që si në çdo familje edhe në familjen e Muhamedit alayhis salam kishte edhe raste që sillnin emocione.
Si kujdesej Muhamedi alayhis salam që të respektonte emocionin e çdo kujt, pra çdo antarit familjes? Unë e ceka edhe më herët, do të thonë se familja e pejgamberit është një familje tejet e lumtur, e kënaqur. Përkundër, do të thotë mungesë aspekti material. Muhamedi s'u kishte mundësi të jetë i pasur, por ai deshi të bëhet shembull praktik se lumturia e familjes së tij, kënaqësia e tyre nuk ka të bëjë me aspekti material, ka të bëjë me dashurinë mes vete, me respektin. Kjo ishte më rëndësishme të ngulitet në zemrat e njerëzve. Nëse këtë e kuptojmë, pastaj aspekti material nuk prish punë që të vijë, por të zëvendësohet aspekti material me atë të dashurisë, të respektit, të emocioneve, kjo është rreziku i madh. Andaj kënaqeshin dhe askush në familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ndiej ofenduar, as i anashkaluar. Kujdesej shumë për ta Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Më lë bujar të ciku disa shembuj apo. Po, me kënaqësi të dëgjojmë. E përmana që pejgamberi ka qenë shumë i zanadim, ka qenë i lodhur. Lloj pyetje, lloj problemi, lloj telashe, intriga, pastaj edhe aleanca të ndryshme të fisëve arabe për ta luftuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nuk ishte jetë e lehtë për të. Megjithatë, një natë u kthye vonë në shtëpi, shumë vonë, tek Aisha radhiyallahu anha, tek gruaja e tij. Ishte me të vërtetë, domethënë, i lodhur nga problemet. Dhe normalisht tash ishte koha që ai të shtrihej, nga se edhe nuk e kishte natën të tërën në dispozicion për gjumë. Duhet të ngritej një pjesë të madhe të natës të falej. Andaj kishte kohën e gjumit të kufizuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj vjen në koha sabat, pas sabat nuk kishte më gjumë për të, andaj kohë kufizuar. Erdhi natën dhe ul me gruan e tij dhe i tha Aisha radhiyallahu anha. Shikoj tash kjo grua. Kjo tash nuk e kupton këtë lodhje, ose në më është kur burri ka nevojë e kupton kur duhet. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dishte kujdes për emocionet e saj. Apo mund të ndihet disi ndoshta e thyer, e prekur, po ke ku për çdo kan po ndëgjon, për mua s'ke ku. Ul dhe i tha, a patët sot diken musafir, si ka lut sot, subhanallah. Dhe këtë pyetje e përgjithshme. Aisha po tha i pata 11 gram musafir. Dhe kaq, por Aisha tash kishte dëshirë me nda me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se çka biseduan, si kaluan. Dhe kjo pa nevojshme për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Normal. Por ajo përmendi, subhanallah, 11 gra, çfarë than, si u sillën, çik përmendi kjo dhe me vëmendje dëgjon e pejgamberit. Po, jo pse e interesante, por vetëm që ta dispononte Aishën, t'i harronte emocionet, pasi ajo ka nevojë të bën muhabet, nuk prish punë. Përkundër lodhjes, angazhimit, kjo është e rrallë. Kjo është e rrallë. Andaj respektonte emocionet e njerëzve, tepër, kujdesi për to. Që na mund gabojmë, Allah na fal, mund ka njëre pa vedije ta thejmë diken, ta nënçmojmë diken, pa dëshirë. Prandaj ishte i gatshëm që të dëgjonte. Andaj sot ka nevojë fëmijët tanë na rrëfen. Duhet gjithë kohë ti dëgjojmë. Gruaja, madje edhe burri, kemi nevojë për të komunikuar me njëri tjetrin. Dhe fatkeqësisht po mungon e gatishmëria për të dëgjuar. Po pedi. Në rregull. Dhe si ja kputum në fillim të rrugës. Dhe kjo padyshim se e tha njeriu nga brendia. E këtë pejgamberi nuk e lejon ta atë. Gjithashtu me një rast shumë interesant, Safia ishte gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ajo ishte nga fisi Ben Israil, ishte hebreje. Apo pastaj është bërë muslimane, por ishte hebreje. Dhe në një konflikt me një grua në familje aty, ajo e kishte nënçmuar. Ti e bia e hebreut, fatkeqësisht po nënçmoi kështu, kjo nënçmim. Nuk guxon të nënçmohet askush në bazë të racës ose për rrallës apo çka do qoftë. Por ja ndodhi kjo. Dhe ajo u prak ajo. Dhe kur atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pa disi të mërzitur, tha, çfarë të ka mërzit? Çfarë ke? Tha, kështu më ka ndodhur. Tha, po ti tash shikotash, po don t'ia ndërton atë pjesë të shpirtit të thyrë që dikush ja rënoi pa kujdesshëm. I tha, pa nuk të bën ty të lumtur, a nuk bën ty të gëzuar se ti e bia e pejgamberit. Dhe gjejt është pejgamber. Kishte përsërit Harunin. Apo se Haruni ishte nga Beni Israilit dhe Musa alayhis salam ishte nga Beni Israilit. Apo dhe tha, gjejt është pejgamber i madh. Nëse ti e bia e pejgamberit, në kuptimin jo bia që baba i saj, por ti vjen nga një rënd pejgamber, ti e pasor se pejgamberët e Zotit. Prandaj atë që Allah e ka ndëruar nuk mund dikush më në fjalë më nënçmuar. Andaj shikosh kujdes për të.
Thot në të kuptim që e ngushlloj, e ngriti dhe disi të thonë se të mjafton që unë po të respektoj. Mjafton që për mua nuk prish punë, as për mua nuk ka kurrë problemi që bija kujt je ti dhe pe ku vjen. Përkundazi, kam dirin që ti je pasardhëse e pejgamberit të dashur për mua. Kjo është më vërtet sjellje e madhe. Apo si e ngushlloi këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje në një rast ka ndodhur që domthonë me Aisha radhiyallahu anha, gruaja e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, disa herë të shumë i kujdesshëm në emocionet e saj, nga ishte shumë e re, nganjëherë ngutej, kishte nevojë për një kujdes dhe dashuri pak më të posaçme. Dhe kështu kujdesi për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sigurisht se ka dhe merret tek çështja e dëgjimit, por edhe në rastet kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vinte në shtëpi dhe ndodhte që ta gjente Aishën disi ndoshta mërzitur ose të nervikosur, se ndodhte që ta lexonte gabimisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pak të shqetësoi, dhe pejgamberi deshte mi tregu se unë e të njoh shumë mirë. Apo të përcilli, nuk të anashkalej. Në të kuptim, nuk ka njerës që atë që në zonë, atë që në të pa vëmendshëm në familje, që asë nuk e kupton kur është gruaja e tij e gëzuar, as kur është e mërzitur. Ka lëngë kështu, Allah se kuptova që ishte e mërzitur, nga se nuk e përcill emocionin ai. Dhe kjo është shumë e keqe. Tha pejgamberi sa Aisha radhiyallahu anha, tha, unë e di kur je ti e lumtur, edhe kur je ti pak jo disponim mirë me mua aftan. Tha, ku e din të dërguar Allah, nga sa Aisha e përmendën nuk i tregonte. Por e vrente. Tha pejgamberi e di se kur bisedon dhe thua jo pasha Zotin e Ibrahimit apo alayhi salam, thotë e di që me mua si ki punë mirë se s'ki që më përmend emrin aftan. Ndërsa kur je lumtur me mua thua jo pasha Zotin e Muhamedit aftan. Aisha tha, është vërtet dërguar Allah, vallahi nuk e bojkotoj asgjë më tepër përse emrin tën. A din disi kjo është, nëse nuk e bojkotoj qendrimin me të as të folmit, po disi për është emocioni i brendshëm, edhe këtë i tha pejgamberi, edhe këto të njohën aty. Andaj kjo respekt, me tregu se një kur je e pa disponuar, një andaj tentoj me disponu. Dhe kur je disponuar me mua, tentoj me rrit këtë disponim. Dhe kjo kujdesi pejgamberit sa ishte më të vërtet ajo që e bën të këtë burr të madh në familjen e tij, që ta dojnë, të kënaqen me të, nga se i dërguari sallallahu alaihi nuk lejonte që askush në familje i të ofendoj, askush në familje të ndihej keq, përkundërsisht nëse ndodhte diçka nga kjo, shpejtonte që ata largonte këtë problem që kishte ndodhur mes atyre. E tani hoxh do të dalim edhe tek një çështje tjetër që normalisht bëhet fjalë për familjen dhe për familjen e Muhamedit alayhis salam. Kur dikush gabonte në familje, si i korrigjonte Muhamedi alayhis salam? Edhe kjo është një derë e madhe, për një shteg i madh që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka dhënë me të vërtetë mësime të mëdha. Por kjo është temë në veti, por duke pas parasysh se ti e paraqitet si pyetje, do të mundohemi që ta japë si përgjigje, që nuk kupton shkurtimisht. E para Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i mësonte anëtarët e familjes që ta respektojnë referencën në zgjidhjen e problemeve. Nuk do të bëhet as si them unë pse më i forti, pas si thua ti. Do të bëhet sikur sot referenca jon. Referenca jon është fjala e Allahut dhe fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur do të mos pajtim i kthen tek libri i Allahut, i kthen tek fjala e Allahut. Dhe kjo është shumë më rëndësi për një krye familjar, madje për një familje. Se në qoftë se ne dëshirojmë me zgjidh problemet tona në bazë të fuqisë së autoritetit ose në bazë të tekeve personale apo inateve, kur nuk do ta zgjidhim? Asgjë nuk do të kërkojmë të bëhet zgjedhja apo në bazë të çifit tam. Derisa nuk bëhet sipas çifit tam, nuk pranoj. Ndërsa zgjedhja reale për ne është atëherë kur vije si e paanshme. Taman, gjykon kush e ka mirë. Pavarësisht dy palët ndajnë të kënaqur. Edhe pejgamberi sa më mësoi kështu. Kështu ka thënë Allahu. Apo, dhe kështu më ka mësuar mua Allah, sa ishte referencë. Nuk edhe kur ndonte nga fjalët e tij, nuk thonte se unë e mendoj. Po kështu Allah më ka shpall. Dhe bindeshin, do të thotë në atë që pejgamberi sa e ofronte. Andaj e para është i dërguari sa i mësonte të respektojnë referencën. Nuk është i bas tekeve të mia as tua, as askujt. Ja ku kemi referencë këtu i kthejmë problemet. E para, e dyta, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu nuk ishte nga ata që
sikur thot popullin tjernin probleme, apo. Kur e kuptonte se pala që ka gabuar, e ka kuptu gabimin, apo, dhe ky është qëllimi, me kuptu se ka gabu, atëherë do të e tejkalonte, që mos me ngushtu dhe mos me e shkel ma shumë e problem. Ka njëri për shembull, e peshojmë që është bind filoni që ka kalu. Dhe tash, po të këmë thonën e, ta shkon duke e shkelmu edhe ma shumë, kjo është në qëpim pasaj për te. Apo t'jap sinone se e kuptova, në regull, unë e mora vesh që kjo është gabim. Apo, tash, sjellja e mirë është, kalaj pra, mos e ngushton njërë me gabime që ka po. Mjaftohet me kaq. Mjaftohet me kaq. Një natë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte tek Aisha radhiyallahu anha. Dhe do të thotë pasi që kaloi një pjesë e madhe e natës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit nga shtrati. Dhe ai mendonte se Aisha ka flajt, por Aisha ishte e zgjuar. Dhe u ngrit dal ngadal. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot dal ngadal u ngrit. Thot dal ngadal e largoi plafin, dal ngadal i veshi ato nallanat që i ka pas si lloj kpuca, e hapi dire ngadal, e mbyll dire ngadal dhe dol. Po të mos kishte qenë Aisha radhiyallahu anha e zgjuar, nuk do ta kishte hetuar. Dhe doli nga shtëpia. Kur do na ndodhon, Aisha tash ishte e re dhe xhelozia tek ajo shfaqej shumë më shpejt se kurse të një grua tjetër që është më e vjetër, më e pjekur. Dhe ajo mendoi se ai shkoi te gruaja tjetër. Dhe kur kjo ndodhi, Aisha doli me përcjell. Ku shkoi ky njeri tash gjysnatë? Ku po shkon tash gjysnatë? Dhe doli me përcjell. Dhe përcjell kur e pa, se i dërguari sasem ishte tek varrezat. Bekia ishte afër, varrezat e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe atje bënte lutje, bënte dua për banorët e varrezave. Dhe kur e përfundoi lutjen, u kthye ka shtëpia. Aisha kur e pa se po kthehet, fillon të vraponte. Që ky mos ta zinte në rrugë. Dhe u fut në shpejtësi në shtëpi, në plaf dhe kështë po flan. Por frymarrja ishte pa ritmi frymarrja ishte i përshpejtuar nga se kështë vrapuar. Dhe pejgamberi sallallahu me njëherë e nuhate çfarë kështë ndodhur. Dhe nuk i tha asgjë më tepër se kaq. Tha, a mendon se tradhon i dërguarin? A gabim ke bëu që të ka shkuar ashtu apo? Kaq asgjë më tepër. Nuk e bëre çështë çusti po dyshon mu, e çusti pas pejgamberi me shku mrapa, ti e pastaj plot çush dal të gjysnatë vet, ta bën këtë çështë, s'ka nevojë. E kuptoj se normal është, apo të bëhet jo për xhelozi, e ti kalojm. Por nuk e la pa ia thënë për ta kuptuar se gabim ke bër. Dhe Aisha radhiyallahu anha tha, oj dërguari i Allahut, shikom me ngjyrën e Aishës. As kjo nuk e bëri këtë punë të madhe. Heshtrazi e dëshmoj se e kuptova që kom gabuar thënë. Dhe kalojnë e tim tjetër. I tha, oj dërguari i Allahut, kur ndokush për neve shkon tek varrezat, çfarë të thot? Kaloj, kjo ishte digresion. Komplet kalim muhabet tjetër. Dhe i dërguari sa nuk tha, ja, ka dal, lek të kitë tim, hajtë tash na të këshyr na kitë punë, ja din fund. Nuk e barikat. Nga se tha, heshtrazi edhe ju përgjigj. Pasi ti e kuptove, edhe në kuptova. Atëri tha, kur dikush shkon tek varret, le të thotë këtë do, dhe e mbyllën me kaq problemi. Nganjëherë mbyllen problemi me një fjalë, mund të mbyllet problemi me një sjellje, mund të mbyllet madje me një shprehje të revoltit, apo se ti je i pakënaqur. Dhe kaq. Por që thellojmë atë për e tjerë ka nganjëherë duhet detale, por shpesh herë mjaftohet te kalimi për me një fjalë. Andaj nganjëherë thash detajizimi ka mundësi me e banalizuar problemin dhe me e rritur më tepër. Andaj dërguari sallallahu alajhi wasallam e mirë kuptonte gjendjen e Aishës, është normal që gruaja. Andaj nganjëherë edhe fëmijët mund të bëjnë gabime të caktuara. Për moshën tonë janë të mëdha, por për moshën tyre nuk janë të mëdha. Ajo është gabim, por nuk duhet shikuar gabimin nga këndi jon, nuk duhet shikuar gabimin nga këndvështrimi jon. Nëse mund del shumë i madh dhe shumë fatal. Por nëse del në anën e fëmijët, e shikon moshën e tij, e shikon rrethën e tij, e shikon që ka pasur me ndiku tek ai dikush lart, e kupton se çka normal shto apo. Andaj duhet mi kuptu kështu problemet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk shikoi nga këndi i tij si pejgamber, se ishte punë e madhe me dëshutin pejgamberin Allahut, kjo prekte besimin. Por nuk e shikoi kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po shikoi nga këndi një gruaja që ishte e re dhe ishte normal të xhelozonte për burrin e saj. Dhe kështu e kuptoi kaq. E kuptoi gjithashtu se ajo e mori vesh se ka gabuar, nuk e përsërit më dhe kalojnë tema të tjera.
Pra ideja është që problemi të zgjidhet dhe të tejkalohet. Kjo është me rëndësi. Edhe gjithashtu të lexohet nga këndi i gabimtarit, jo nga kënd dyt, nga sa të del shumë problemi i madh apo. Dhe gjithashtu nga ajo që mund të veçohet ndoshta për të fund kësaj pike që i dërguari sallallahu alaihi wasallam zgjidhte problemet, do të thotë asnjëherë i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk e zgjidhte problemin pa e ndëgjuar çfarë ka ndodhur nga ai që akuzohet për problem. Asnjëherë. Kam dëgju këto dhe të arzvit, asnjëherë. Ka ndodhur një problem, u akuzua gruaja e tij, ishte një komplot i munafikave, i hipokritëve, që ta degradojnë familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me qëllim që edhe ai të degradohet. Dhe shpifën se gruaja e tij në një udhëtim apo kishte pas kontakt të palejuar me një burr tjetër. Kjo është punë e madhe. Është absolutisht e pavërtetë. Nga se edhe Allahu që sheh çdo gjë dhe dëgjon çdo gjë dhe di çdo gjë, shpalli ajete në kaptin e dritës për ta ndriçuar këtë errësirë që tentuan munafikat me e zbrit mbi Medinën, mbi familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në 19 ajete të kaptinës e Nur, Allahu e pastroi Aishën nga çdo njoll të kësaj shpifje. Por ishte problemi i madh derisa u zbulua, derisa u kthjellsua, kjo kishte problem. Pejgamberi sot dëgjoi në rrugë që kështu politet. Subhanallah, nuk ishte lehtë për të. Ishte vështirë për të. Nuk shkoi në shtëpi me thonë, "Ashtu, si ke bërë shtot?" Ja, absolutisht. Tha, "Tregom, a ka të bëj diçka me ty apo jo?" Shiko, deshin me dëgju nga ajo. Ka fjalë të mëdha. Dhe ka dhe rrethana që japim me kuptues se ka popullsi me pas diç. Ka se Aisha radhiyallahu anha ishte mbet e vetmuar në shkëtin, e kishte harruar karavani. Sa e kishte shkuar me kryen nevojën fiziologjike dhe karavani kishte lëviz. Kur ishte kthyer tek vendi i saj, që të vazhdonte me karavanin, s'ishte karavani më aty. Dhe e vetmuar në shkëtin kishte mbet. Një ashab i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte vënuar dhe ai, dhe kur e pa Aisha radhiyallahu anha apo e njihte nga kohrat e hershme, ai u kujdes për të. Do thotë, e mori devën e saj, dhe ecte përpara. Ajo hipur në deve derisa sulli në Medinë. E ruajti kaq. Por të udhëtosh me një burr e vetmuar, një pjesë shkëtinës, munafikat këtë keq përdoren. Dhe pejgamberi sa normal. Edhe gruaja e tij është grua, por nuk tha i dërguari asgjë që mund të jepte me kuptues se jep te kran akuzave. Tha, a ka diçka të bën me këtë që po thuat apo jo? Dhe Aisha padyshim se e mohoi, tha pejgamberi në qoftë se je e pastër, Allahu ka më pastruar. Asgjë më tepër se kaq nuk i tha. Qase duhet më dëgjuar edhe versionin tjetër. Ngadal po thuat, po flitet, ndoshta edhe ke parë, por gjithmonë duhet më kuptu se versioni i drejtë dhe real është me atë që ka qenë akter i drejtë për drejtë i veprimit. Prit, dëgjoja. Andaj edhe nga dine mund të ngriten shumë akuza për njëri, mund të ngriten shumë probleme e dikujt. Mirë po, të gjitha ato me 10 mund të rënon me spjegime, me sërime. Njëherë erën tek Ibn Abasi, tek Ibn Abasi erën, radhiyallahu anhu. Disa njerëz që tentonin me e rënu figurën e Omerit radhiyallahu anhu. Figurën e Uthmanit radhiyallahu anhu, vërtet, jo të Omerit, figurën e Uthmanit radhiyallahu anhu. Dhe thanë, si po e mbron Uthmanin? Faktikisht kanë ardhur te djali i Omerit, kështu është e vërteta. Kanë ardhur te Ibn Omeri për të rënë figurën e Uthmanit. Dhe thanë, si po e mbron ti Uthmanin? Apo kur Uthmani nuk ka marrë pjesë në Bedër. Kur ndëgjon ti këtë punë, e madhe kjo punë, si Uthmani s'ka qenë në Bedrit, e vërtetë që s'ka qenë. Pastaj Uthmani është gjithashtu nuk ka qenë këtu. E nuk ka qenë këtu. Edhe Uthmani është ai që ka ikë prej kësaj betejë. Dhe kur ti ndëgjon këtë punë, është se ky njeri me vetë paska dosje tron, kur e dëgjon veç një version. Ibn Omeri tha, a e përfunduat? Po, gjitha që thatë është e vërtetë, por në gjitha është versionin tim. Tha, në Bedër nuk mor pjesë, nga se i dërguari sa sërëm e liraj për shkak se kështë e gruan të smut. Këtë është, nuk është më akuzë këmo. Mor fund, mos e përmen mu, se njeri doli për kësaj. A në problemi është që na, edhe kur dikush na e përmen versionin dhe arsyen, vazhdojmë të mbajmë të ngritur akuzën. Po njeri doli për kësaj, e të regoj tash mu, mos e përmen mu.
Gjithashtu tha, nuk ka qenë këtë lutë, këtu që ka ndodhur, që ajeti Kur'an që Allah ja ka fal. Nëse Allah ja ka fal, pse po përmend mua? Ose kjo dosje është mbyll te Zoti, pse po e çel mua? Andaj pejgamberi insistonte që ta ndjej versionin. Kur e merrte versionin e drejt, e mbyll ta dosje. Dhe më kur prej asoj dite, derisa ishte gjallë, kur nuk e përmendi këtë problem të Aishës radhiyallahu anha. Absolutisht. E mbylli këtë dosje nga se u bën se është e pavërtetë. Andaj pejgamberi i zgjidhte çdo problem duke e dëgjuar versionin nga ai që po flitet. Ti e problemi. Ky është problemi. Ma sjelltu e dëgjonte. Me shumë maturi. Po, pastaj vlerësonte. Nuk ngutej që të merrte vendime, që të nxjerrte gjykime, ka se dinte se kjo mund të sill pasojë të mëdha. E metoda të tjera shumë që i dërguari, sasa mi ka përdorur në zgjidhje probleme familjare. Dhe sigurisht hoq për ta përmbyllur këtë pjesë të parë të emisionit, do doja që pas gjithë asaj që thatë deri më tani, ku qëndron suksesi i një familje? Unë mendoj që suksesi i një familje qëndron fillimisht në ndarjen e përgjegjësive mes anëtarëve të familjes. Çdo kush duhet me kuptuar se ka përgjegjësi. Dhe ndarja e përgjegjësive duhet të kuptohet në dy rrafsha. E para, se nuk është obligim vetëm i një anëtari kujdeset për familjen, por çdo anëtar ka përgjegjësi. Dhe e dyta, nuk duhet asnjë anëtar apo t'i rrëmben përgjegjësitë tjetrit. Por duhet mjaftohet me vetat se nëse e kryen si duhet, është e mjaftueshme për të. Nuk duhet të jenë dy bashartë në luftë se kush kujt për merr kompetencat apo. I kanë të ndara. Nuk ka kujdeset për përgjegjësinë e vet. Nuk ka mundësi kur burri me e lut rolin e gruas. Nuk mundet. Le të jetë sot është i furt, nuk mundet. Por dhe gruaja nuk ka mundësi me e zaventu burrin në përgjegjësi që atij Allah e ka jap. Nga se u ka ndo Allah përgjegjësit në bazë të konstruktit fizik që ka ndallim, në bazë të ndërtimit të brendshëm, të jashtëm, të veçorive specifike që Allah ju ka ndo, në bazë të këtyre u ka ndodhur përgjegjësit. Atë nuk duhet as kemi marr këtij, as ty, nuk bëhet fjalë do të thotë për përzierje, por për ndarje përgjegjësish. Sikurse çdo kon me Allah të ndarë përgjegjësi, çdo kon. A ka mundsi një shtet më funksionu kur janë të përgjithë kompetencat. Apo, kush mbrim bëhet kryeminist? Kush mbrim bëhet ministri i financave? Përzihet në buxhet, përzihet, s'ka. Po janë të ndara kompetencat apo. Ky ka po kët, ky ka kët. Nuk ka mundësi me qenë një kryeminist i suksesshëm nëse të gjithë ministrat nuk e kryejnë punën që duhet. Po le të kryejnë sot, don që duhet. Kur ta se kryejnë s'ka mundësi apo. Andaj askush nuk është i pavarur nga tjetri. Nuk mund të pavarësohet burri nga gruaja e as gruaja nga burri. I ka lidhur Allah në këtë mënyrë që çdo kush më lut përgjegjësi të veta. Edhe fëmijët kanë obligime dhe përgjegjësi, duke filluar nga respekti i prindërve dhe ruajtja e familjes dhe shoqënisë. Andaj sekreti i një familje është respekti i përgjegjësive. Kështu i mësonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam anëtarët e familjes së tij. Dhe gjithashtu është në prezencën apo në ekzistimin e një modeli, sikurse e kam thënë në emisionin e kaluar. Modeli është shumë i rëndësishëm. Kë po e ndjek, kë po e pason. Apo në bazë të çfarë modeli ti po i ndërton vlerat e familjes tënde. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe sa më fisnik të është modeli, dhe sa më i pastër të është modeli, dhe sa më i përkryer është modeli, aq më e përkryer, aq më e pastër, aq më fisnik është familja. Fatkeqësisht, sa më i mangët është modeli, apo sa më i shthurrë është modeli, mund të thotë kështu, të gjitha këto do të bartën pastaj tek vetë familja. Pra kujdes, kë e keni model. Burri kë e ka model si krye familjar. Gruaja si gjithashtu krye familjare, po i them, se edhe ajo është në krye të disa përgjegjësive që i ka. Kë e ka ajo për model. Kë e ka. E ka këto që e përzgjedh do të varet pastaj suksesi i kësaj familje. Edhe fëmijët e çdo kush. Dhe gjithashtu në kuadrat e modelit hyn edhe referenca. Kë e kemi referencë në zgjidhjen e problemeve tona. Kur të gaboj unë, apo a do të imponoj zgjidhje dhe autoritet, apo them ju, sikur të thot referenca. Aty po kthehem. Andaj nëse kanë referencë unike dhe vlen për të gjithë, janë të suksesshëm. Dhe sigurisht që modeli dhe referenca janë gjithë ato që u thanë deri më tani. Por ne muslimanëve po patjetër. Është pejgamberi sa modeli, familja e tij dhe Kurani dhe suneti i pejgamberit sa janë referencë. Dhe e treta që e bën një familje të suksesshme vëllëndëruar është do të thotë sistemi i vlerave.
Se si me vlerë shumë nëse sikur të ceka pejgamberi mëson se vlerë është dashuria mes neve. Apo jo buka çfarë kena më hungur. Vlerë është respekti mes neve. E jo çfarë modeli të telefonit që më ta blion ty jaftë. Nga se, nëse duhemi, nëse mirë kuptohemi, nëse vlerë në familjen tonë është falja, nëse vlerë në familjen tonë është bujaria, nëse vlerë në familjen tonë është kolektiviteti, apo dhe antivlerë për neve, e papranueshme është egoizmi, individualizmi, inati, urrëtia, kjo është e suksesshme. Por nëse mbrapshtohen këto dhe vlerë bëhet, apo kush është më egoist, vlerë bëhet kush është më i shkath që në kuptim negativ t'jalshon tjetrit, atëherë padyshim se nuk mund të llogaritet në sukses të kësaj familje, Allahu na ruaj. Faleminderit. Hoxha shikues të nderuar, kjo është pjesa e parë e emisionit dhe pam se si hoxha na sqaroi se çfarë ishte Muhamedi alayhis salam në familje. Ju vazhdoni të qëndroni edhe më tej me ne, do të jetë pjesa juaj, pra me pyetje nëpërmjet telefonatave dhe mesazhe. Vazhdojmë tutje shikues të nderuar dhe është koha kur ne tani do të mirpresim telefonatat tuaja dhe mesazhet, cilët mund t'i realizoni nëpërmjet numrit kontaktiv që është i paraqitur tashmë poshtë ekranit tuaj televiziv. Dhe nga regjia na njoftojnë se telefonatën e parë tashmë e kemi në linjë dhe do ta mirpresim. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe tani di pyetje të vogël. Po, nane. Po të bëjmë për lidhjet familjare që Allah na ka porositur domosdoshmë. Se të shmoj diçka me në stëbu. Dhe e dyta kur majnë e kametin dhe më thonë, a lejot me pas shpinën e sëtë ka kibla. Si? Me pas shpinën kthyer ka kibla? Ka kibla, po a lejot, se të sa më dhite të praktikojnë kështu, dhe sa është të lejushme. I kametin më bo? Po, gjatë i kametit. E qartë është dhe kjo pyetje. Selam aleikum, Allah Aleikum selam, faleminderit që na telefonuat. Pra, pyetje e parë, thotë diçka rreth lidhjeve familjare. Kjo është temë e gjerë që përse kemi me trajtuar edhe në kuadër të këtij cikli që po flasim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe lidhjet familjare, por mjafton që ta përmendim se Allahu i manduar shkput në lidhje familjare dhe gjithashtu ngatërresat ndër familje i ka konsideruar si shkatërim në tokë. Ato të shpi mëkatet mëdha dhe gjithashtu njeriu i cili i shkput lidhet farefisnore dhe familjare, shkputje të tërësishme, padyshim se rrezikon me humb edhe mëshirën e Allahut të mënduar. Por në anë tjetër duhet me kuptu drejt çka nuk kupton lidhje farefisnore, apo ku përfshihet të vizita, interesimi, telefonata, respekti kur e takon. Ka shumë mënyra se si realizohet kjo, që besoj do ta trajtojmë nga sa është e pamundshme me trajtuar në kodër një përgjigje, por mjafton me këtë të kuptojmë se është shkatërim në tokë dhe rrezikon ta humb rahmetin e Allahut të mënduar. I kameti, normalisht edhe zona i kameti sunet i pejgamberit asoj është të thuhen duke qenë i kthyer ka kibla. Nëse njeriu ka arsye të caktuar nuk është i kthyer ka kibla, nuk themi se ka bërë gjuna ose nuk themi se nuk llogarit i kameti, por padyshim se ka bë të kundërt në asaj që duhet bërë drejt. Dhe në këtë rast do thotë bërja e drejtë i kametit është me qenë i kthyer ka kibla, jo me kthy shpinën kiblës. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo. Aleikum selam aleikum. Aleikum selam. Po bëj një pyetje për të thonë në femnat. Po? Me të një kapon. E qartë është pyetja juaj, faleminderit që na telefonuat. Pra të falen femrat me trenerka, kështu thotë. Po trenerkat zakonisht domethënë janë të ngushta ose do të thotë përshujnë vjetë e trupit. Dhe në këtë rast kjo bëhet problem për namazin e femrës. Prandaj them që nuk bën më fal me trenerka. Por kjo duhet falet me një mantel, do të thotë që mbulon trupin e saj dhe komat i mundson me bë lëvizjet namazit, ose spaku të ketë domethënë një këmishë të sipër me të gjerë dhe fustan të gjerë, që lirshëm domethënë mundet me i kry obligimet e namazit pa e rreziku do të thotë atë aspektin e mbulesës reale si duhet. Nëse trenerkat janë problem, unë mendoj që trenerka është problem, do të thotë
spaku gjatë namazit le të ketë kujdes mos të jetë me treka. Mund të ketë përfuni, e ka një fustan mund të ketë special për namaz, e vesh kur do më fal dhe hiq pastaj dhe vazhdon me tutjen shtëpi që në me treka pa problem, por namazi duhet të jetë ndryshe. Vazhdojmë tutje, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Po i dëgjojmë, urnoni? Dhe ishte me ba një pyetje. Po? Kam një djallë, 2 vajza, djallin e kam plyer familjar. Po? Edhe respekton fejen e krejt shtëpia falu ma nekni. Po për me punu, sa të punu kërkon, on fakultet gjuhë gjermane, do oferta i ka të mira për shembull call center. E din ashtë edhe hoxha i ndërum, që po thot jo haram ajo pun, nuk ban me rajt, nuk ban me mashtru. E desha me ty të hoxhën, a lejohet me punu, apo jo? A punon djali do thot këtu edhe... Jo, kërkon nuk ka të punu. Ka ofert për këtë punë? Apo? Qështu call center, tani për mu lejmëru, po do të jo emën, qështu ka emrin, po emër Gjerman, Misael, apo diqysh tjetër, po thot haram. Nuk rajnë, nuk punoj atë punë. E qartë, ju falenderoj që na telefonuat. Ishte një përgjigjen nga ju. Në rregull, tani hoxha do t'ju përgjigjet. Atëherë hoxh? Po është problem duke qenë se krye familjar mos me punu, nga se pe ti është e pritur me sjell, domethënë furnizim në shtëpi, po nën tjetër edhe duhet me kuptu që edhe jo çdo punë duhet punuar. Nën tjetër duhet me kërku punë. Dhe mendoj që ka punë që mund me gjetë. Nëse nuk kurzojmë, unë punoj kët, nuk punoj kët. Nuk duhet me kurzu punën nëse nuk është ndaluar apo. Aja që e di unë për këtë mënyrë të punës, tash komunizim nuk di detale, por aja që e di është një prezantim i rrejshëm se njerëzit thrasin për bë porosi dhe të lajmërosh pothuajse je në Gjermani ose je në vend caktuar perëndimor, ndërsa realisht ti je në Kosovë. Prezantosh me emën të huaj, normalisht dhe këtë e bëjnë që fuqia punore të jetë më e lirë. Po dhe lidhen me qendrat e tyre atje ku janë dhe bëhet porosia e mallit, por pothuajse njëri ka bë porosinë në Gjermani. Ka se po dinte klienti se ka thirrë në Kosovë, me siguri se nuk do të porositë mallin se kishte me pa dyshues apo vjen realisht malli nga fillon firma apo jo apo. Dhe kjo ka mashtrim këtu, nuk është pa mashtrim. Ka mashtrim këtu apo. Nga se thjesht ti po e lun një rol që realisht nuk je. Dhe po bësh pjesën e mashtrimit caktuar. A do të thonë që unë po flas sa di për këtë punë. Ka mundësi të më ikin detale, andaj po flas vetëm në kuadër të dijes. Nëse ka diç më tepër se kaq, të sqarim që do i ndihmonte përgjigjes, është e mirëseardhur. Por po them që në këtë rast duhet me mirëkuptuar dhe djali se nuk do me mashtru. Nuk është problemi se si merr emrin ai. Kjo s'është problemi. Po problemi se po pretendojë që nuk është ai realisht. Dhe po merr përgjegjësi për diçka që realisht nuk i takon. Ai po merr përgjegjësi se ky mall është në rregull. Ai po merr përgjegjësi se kjo është mirë. Edhe unë të garantoj për këtë, dhe unë e bëj këtë, dhe unë jam këto, dhe gjitha këtu jem pjesë përbërëse të një oferte, që klienti realisht nuk është informuar drejt si duhet. Dhe mos informimi drejt i klientit si duhet, duke përdur metodat e tilla, që po them, unë po i lexoj si mashtrim. Mendoj që e bëjmë problem këtë punë. Madje nuk do të ndodhte vetëm një klient, por kjo vazhdimisht është. Kjo është vazhdimisht, andaj mendoj që kjo në mënyrë zinxhirore mund të prodhon mashtrim të vazhdueshëm. Nuk e dita pasaj ku mund të ndalet. Po fillon me identitetin, fillon me prejardhin, fillon me vendin e përgjigjes, e pasaj mund të vazhdojë më tutje, nuk e dim në ku përfundon kjo. Prandaj nuk jam rahat me këtë lloj pune, të them të drejtë, dhe e kuptoj që ky djalë ka arsye dedikuar me refuzu këtë punë, por nuk duhet me met pa punë. Mund të kërkon punë tjera, apo të kërkon vazhdimisht. Do ne mi bindu se nëse kërkon vazhdimisht punë, me lenin Allah të mandum, i bën Allah zgjidhje, veçanërisht kur kemi parasysh se e kalon një punë për hir të Zotit, jo për shkak se është e rond, është punë lehtë, por veç për hir të Allahut e kalon. Shpresoj që në këtë rast Allahu ka më ndihmu dhe ka më bëu zgjidhje adekuate të përshtatshme, nëse ai tregohet serioz në kërkimin e një vendi tjetër të punës. Vazhdojmë me një telefonat tjetër, alo. Alo. Aleikum selam, fillimisht ju lutem largoni prej televizorit. Dhe ka me bënë dhe pyetja, Po, bën, urnani.
Pra, a bën me dita, a mund të lexo Kur'an para se me lisë në diri? Para linjës së diellit. Pyetja, a bën një alan emrin e djalit ose me emrin e prindit apo babën e prindit, persona që kanë jetë? Do thot nëse babai ka vdek dhe t'ja lën emrin djalit tuaj, apo? Po, apo babgjyshit, po. A mund ose para linjës së diellit. Leximi i Kuranit para linjës së diellit. Të qarta janë pyetjet, faleminderit që na telefonuat. Pra pyetja parë hoxh ishte a lejohet të lexojmë Kur'an para linjës së diellit? Lejohet para linjës së diellit, domthonë ose gjatë linjës së diellit nuk lejohet namazi nafile. Farzi bën mu fal, madje nëse njëri domthonë është zgjuar pikërisht në atë moment, nuk duhet me prit me lindjelli për fal farzin. Nafilet janë ndaluara. Ndërsa ibadetet e tjera, sikur se përmendja Allahut, leximi i Kuranit, nuk ka problem për këtë punë. Lejohet në çdo kohë. Pyetja tjetër rreth përtrirjes së emrit. Lejohet, padyshim, është punë e mirë kjo. Nuk ka diçka të keqe. Vazhdojmë me një telefonat tjetër, alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Juve. Buja, hoxhën e nderuar, Allah i shpërblet, kisha dy pyetje për hoxhën. Po, nëne? Çfarë do bie dhe efektet shërimit ka hijamja dhe kur është bo me hadithet pejgamberit alayhis salam si obligim për këtë umet dhe pyetja dytë, rrumja flokëve dhe ajo çfarë do bie, çfarë efekte ka. Allah i shpërblet, selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Është obligim hijame? Nuk është obligative, është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të bëhet dhe ai ka format dhe kohrat e caktuara kur është më e preferuar që të bëhet në bazë të kalendarit hënor. Ndërsa obligative nuk është hijame, njëri mund të mos bëjë hijame kur dhe nuk është mëkatar. Por Imam Ahmedi rahimullah ka bënë hijame dhe i kanë thënë pse po bën, ka thënë nuk kam nevojë për të, por për shkak se e kam transmetuar hadithin e vlerës, andaj dua ta praktikoj. Vetëm kaq. Nuk ka thënë për shkak se është obligim, por po ju them tjerë se është mirë me bë, nëse vetë nuk po e bëj, dashur me bë vetë një herë, që mos të jetë ndonjë hadith i transmetuar që se kam praktikuar. Kjo është padyshim e madhe, andaj nuk është obligative, por është vlerë e madhe, ka sjell shërime të shumta dhe është vërtetuar hadithe se kjo është një mënyrë efikase e shërimit, madje edhe të largimit të smundjeve ndoshta të vështira që njeriu vuan për tyne. Por çdo qoftë kjo i takon ekspertëve të flasin për këtë punë, por ne referojmë vetëm asaj që na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse nuk dinë vlerë caktuar për ruajtjen e flokëve që ka, vetëm kuptim të asaj që ka lidhje me ibadete caktuara. Për shembull, në umre ose në haxh ruan flok tërësisht dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ata që ruajnë flok pas përfundimit të këtij rituali ka bërë 3 dua për ta që Allah më fal mëkatet. Ka rahim Allahu al-muhalliqin, Allahu i mëshiroft ata që ruajnë flokët. Ka thonë sahabët edhe ata që i shkurtojnë, ka thonë pejgamberi Allahu i mëshiroft ata që ruajnë flokët. Ka thonë ja Rasulullah edhe ata që i shkurtojnë, ka thonë pejgamberi Allahu i mëshiroft ata që ruajnë flokët. Ka thonë 3 herë e pastaj ka thonë edhe ata që i shkurtojnë, ka thonë edhe ata që i shkurtojnë. Për t'regu se kjo vlerë më e madhe se shkurtimi. Ktu ka vlerë. Tek ruajtja e flokëve ka vlerë tek ibadeti, sikurse haxhi ose umra. Por jashtë kësaj nuk e di se ka vlerë posaçëm. Përkundrazi, domthonë xhavarexhet si lëvizje, domthonë tash ekstremiste në atë kohë që ka dalë, kanë pas simbol ruajtjen e flokëve. E kanë pas simbol edhe pejgamberi ka ndaluar që dikush në emër të fesë me ru flokët. Dikush mendon se flok sillin kanë gjuna, këtu ka mundësi më mbledh pa pastërtia, është namaz në rregull të vezvesëm i bë, kjo është ndaluar. Nuk lejohet në emër të asaj të mendohet se ruara flokë ka sevap dhe është pjesë e ibadetit, për këtë arsye nuk bani për flokët ato. Por nëse njeriu ka pengesë në kokë ose ndihet më lehtë për punë private, nuk prish punë, por ta bën simbol të adhurimit apo të jetë motiv për këtë adhurim nuk lejohet ato. Andaj nuk dinë vlerë të posaçme për këtë pas asaj që e përmenda. Qartë, vazhdojmë tutje. Alo? 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 Po i dëgjoj, Murnani. Selam aleikum. Aleikum selam. Do sa një pyetje hoxhës në rrumja apo? Po, Murnani. Para 4 muaj vend ka vdes nona. Po. Edhe Ramazanin e kaluar nuk ka mujt në gjinu 2 javë. Se ka pas komplikime shëndetësore. Do më thonë 2 javë kanë gjenu, 2 javë të fundit i kanë bërë
Po? Që am të sugjeru hoxha për me vonë, a kësha ditë Po. që është një avo punës për me kompletu E kuptuam pyetjen tuaj, faleminderit që na telefonuat. Atëherë Hoxh, cila është përgjigjja për kjo është pyetje më shumë me rëndësi, për shkak se ka të bëjë me një respekt më të vërtet veçantë për prindin, që të kujdesesh për borxhin e tij, për ibadetin e tij, kjo është shumë e rëndësishme. Andaj e përgëzoj do të për këtë kujdes. Në anën tjetër, në qoftë se ka mundësi kjo me agjëru për te, kjo është e kërkuar apo. Sikurse ka preferuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo nuk është për çdo adhurim. Tash dikush më menu atëherë edhe namazin, jo s'bën. Kjo pjesë nuk është për të bërë analogji. Apo po këtu jemi të kufizuar brenda tekstit të argumentit. Andaj pejgamberi nuk ka leju që çdo lloj ibadeti të kompenzohet apo të kryhet në emër dikujt, përveç se për ibadet caktuara, sikurse është haxhi edhe agjërimi. Nuk ka argument për punë tjera që do thotë ne mund të kryejmë në emër dikujt tjetër. Për agjërim edhe për aq ka argument për këtë. Prandaj pejgamberi më ka thënë një gruas që agjëro për nënën tënde. Kjo është e kërkuar. Por nëse nuk ka mundësi me agjëru, se ka 2 javë, ndoshta edhe vetë nuk ka më shëndet ç'është duhet, nuk ka mundësit, atëherë themi kalon tek shpagimi. Do thotë i numëron sotet i ka pas edhe për çdo ditë e ushqen nga një fukara dhe me këtë do thotë e largon obligimin nga prindët. Do të mirëpresim një telefonat tjetër në vazhdim. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha të bëj një pyetje. Po? Baba im ka kancer stomak edhe për trajtim mjekësor e kemi dërguar jashtë vendit. Edhe atje tash kur po trajtohet, nuk po mundet të dalë vende publike, domethënë xhuma nuk mundet me fal kështu në xhamat. Edhe ç'më thon po mund me në bëkta. Mandej, kur është në kimioterapia, është ljoshëm edhe sot sabahet po më ikun me kohë. Në 5 ditë të para të kimioterapisë. Allahu a e liron këtë njeri, se ati doktori ja ka ndalu 3 vende publike për shkak se kimioterapia ishte do vje plukshti, mandej nëzirë një aromë keqe prej kojes, pjesa të kësodjet për këtë. Kuptuam pyetjet tuaja. Faleminderit gjithashtu. Atëherë Hoxh, çfarë është përgjigjja? Fillimisht Allah më shëru, ka të gjithë smurit e tjera Allah t'u alecon dhe shëron. Ndërsa sa i përket kjo pyetje ka 2 aspekte. Para, pjesëmarrja e tij me xhamat në namaz, veçanërisht për xhumat, dhe tjetra me fal vet namazet sikurse sabahut. Sa përket xhumas, përsa është i lodhur dhe i smut, bën obligimi. Nga se janë 5 raste kur njëri nuk e ka obligim me fal xhuman. Një ndër to është njeriu i smur, kur smunja e pengon nga dalja, në këtë rast normal, njëri ka terapi tron, nuk ka mundësi me dal, veçanërisht kur ka rekomandime të mjekut se nuk bën me dal, atëherë duhet me respektu vendimin mjekësor. Dhe në këtë rast e fal drekën në vend të xhumas. Ndërsa sa i përket, domethënë sabahut, sa është i lodhur, falet si ka mundësi, nuk ka mundësi në këmbë fal ulur, po nuk e lën namazin apo. Elhamdulillah, Allahu xhallahu na ka dhënë mundësi të shumta që me mujt mu fal edhe kur jemi situata edhe më kritike. Nuk i mundësi as ulur s'pa kushtrit duke bërë lëvizje simbolike për falet. Andaj Allahu thotë wattaqullaha mastata'tum, keni frikë Allahut sot keni mundësi. Andaj sot ofroj mundësi tua shëndetësore fizike, falu. Jo në kuptim le namazin, por si të ofrojnë mundësi kushtet e tuaja dhe mundësitë e tuaja shëndetësore, falu. Të mundsojnë në këmbë, falu në këmbë. Të mundsojnë ulur, të mundsojnë shtrit, falu dhe lehtësimi është për ty, nga se je i smur, por jo me lë namazin tërësisht nga se nuk ka arsye në këtë rast me lë namazin. Vazhdojmë tutje, alo. Iku telefonata, atëherë Hoxh do të lexojmë një mesazh. Thotë jam fillestar në namaz dhe di vetëm gjysmën e tehiatit. A lejohet me fal namazin vetëm me këtë gjysmë të kësaj lutje? Po nuk prish punë, thuaja që e din, po nuk duhet me mbetë kjo gjysma. Nga se nga njerëzve kur po themi se lejohet, tash ai po kupton se tash do thotë njëjtë si me ditë komplet si gjysmën është njëjtë, nuk është njëjtë. Andaj tolerohet derisa e mëson gjysmën tjetër. Por nuk tolerohet me mbet gjithmonë me këtë gjysmë. E mëson dhe vazhdon pastaj me tutje me komplet të hijatit. Një shikues tjetër shkruan thotë jam 20 vjeçar dhe bisedoj me një vajzë në internet. Duam që të martohemi, por ajo është në studime në një shtet tjetër. A lejohet që së pari të fejohemi, pastaj pas studimeve të martohemi?
Po unë ju këshilloj që ta shpejtoni fejesën, që t'i keni pastaj të lejuara kontaktet, bisedat, shkrimet e kështu me radhë, ndërsa se përket pyetjes a lejohet më u feju, pastaj më martu, padyshim se po. Dhe kjo është renditja e kërkuar, por nuk është mirë të kalojnë kohë të gjatë në fejesë, nga se fejesa disi i shkarkon dy bashkë nga obligimet. As burri nuk i ka obligime si duhet, nga se gjysmën e obligime ja kryen baba, gjysmën ai, as gruaja s'ka bash obligime sa duhet ndaj burrit, nga se ende është e baba, andaj mos përcaktimi përgjithësive sigurisht se ka bën problem. Dhe zakonisht nga ajo që e di nga proja, shumë nga rastet që e kanë të zgjatur kohën e fesës kanë pas problem pastaj tek martesa. Andaj tolerohet një kohë e caktuar normale, por mundësisht mos më zgjat shumë nga se mund të jetë problematika. Dhe një pyetje tjetër e ngjashme, pra bëhet fjalë për martesë, thotë përshëndetje, desha t'ju pyes a bën të martohemi ndërmjet dy bajrameve. Kjo është një dilemë që kanë njerëzit, nuk ka kufar bazë në fe ato. Nuk ka kufar bazë në fe, lejohet të martu kurdo që njerëzit i bën mundësi të martu, lejohet. Martohet nuk ka problem për këtë çështje. Nuk ka kohë përveç një kur në haxh me ihram apo kur të vesh, atje është ndaluar martesa, po ajo është 2 ditë, do soi në ihram. Pastaj jashtë kësaj kurdo që njerëzit i bëjnë punë martohet pa problem. Tani kemi një telefonat në linjë, alo. Iko dhe kjo telefonat, do të vazhdojmë me mesazhe apo kemi telefonat si duket? Vazhdojmë tutje. Çka thoni për një djalë i cili dëgjon vetëm gruan e tij dhe nuk e dëgjon as pak nënën? Po në qoftë është kështu situata, se nganjëherë mund të jetë edhe pak kadin qasje emocionale, po se burri e ka obligim me dëgju nënën, po nuk prish me dëgju dhe gruan. Kur duhet me dëgju, kur ka kjo sot diçka e madhe. Tek ne njerëz mendojnë se pengon gruan nëse kanë dëgju dikun që e ka mirë problem me ngu. Jo të me ngu këtë qoftë, le me gruan e tij që e ndan me të shtëpinë dhe shtratën e tij. Por në qoftë se situata kështu si po thotë, e dëgjon vetëm gruan dhe nënën, kjo bën gjëna të madh, kjo është haram i madh, kjo është padyshim punë shumë e keqe dhe e urrejt e kalloj manduar. Nga sa e ka obligimin e nënës, larg asaj që gruaja të bëhet një zëvendësim i nënës. Kjo s'ndodh apo. Por çdo kush e ka vendin e vet dhe njeriu përballë çdo kujt cilët në bazë të afërsisë dhe në bazë të obligimeve që i ka ndaj tij. Prandaj duhet me dëgjuar nënën, patjetër e ka obligim me dëgjuar nënën, por nuk ka diçka, domthonjë që tash duhet nëna me ndi veten të shkelur nëse burri ndëgjon gruan e vet ndonjëherë. Po e ndëgjon atëherë kur nuk bie ndesh me nënën, pse? Çka ka më dëgjuar? Nga një kanë kërkuat është mentalitet fatkeqësisht i keq, kjo s'ka bën me fen, ku prindit kënaqen kur e shohin se si djali tyne po ushton autoritet totalitar, komplet mbi gruan e tij apo. Dhe as ka kurfar kompetenca, as kurfar vendimore, tërësisht varet nga djali i tyre dhe kjo i bën më burr se djalin s'po udhëheq gruaja këtu vet. Kjo besoj që nuk është edukat e mirë kjo. Prindit duhet me intervenu kur djali e ka keq. Dhe kur gruaja ka mirë, thon djali, ti të kam djalë, po keq e ki. Kjo e ka mirë. Duhet me ngu gruan atë. Atë më duhet me lut në rol konstruktiv me ndihmu këto dy që me ndërtuhet në bashkëtorë. Jo fatkeqësisht nganjëherë prindin nga pakujdesia e tyre ose nga dashuria po them e pakoordinuar, nga dashuria që nuk është ndonjë kufive të lejuar të bëjnë që kjo të ndikon pastaj në cilëtetin e jetës bashkëtorë, të ndikon në raportin mes bashkëtorëve. Nuk është burrnie e madhe me pa baba ose si burri ose djali i tij pa udhëheq gruan e tij dhe kjo cik zgjam i bota. Nuk mendoj që kjo absolutisht më u përshtypje. Të më qenë ai kënaqur kur është janë të lumtur, kanë jetë mirë bashkëtorë. Nëse jo që dikush po ose larg asaj mendon edhe më keq, më ekstreme. Prind e vajzës ose nona e vajzës zakonisht ndodh apo të ndihet e kënaqur se vajza jam e ka fut burrin në këmbë, dai gëzon me livrit pisoj dhe kjo është atë me ka s'pa më thon edhe kur e shënën as e gruaja vajza e saj nganjëherë nuk po sill mirë me burrin duhet me intervenu. S'ban e ndaluar ky është burrë duhet me ndëgju. Atë më që duhet me rol konstruktiv i bashku. Jo me fut kësaj lloj intrigash dhe dilemash që me shkaktu probleme në mes në dy bashkëtorëve, veçanërisht kur janë çift të ri, kanë nevojë për kraje, kanë nevojë për dashuri, kanë nevojë për me shty, për para që ata ta ndërtojnë së bashku jetën bashkëtorë. Dhe tani kemi një telefonat në linjë, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Po ata një pyetje për Rozën se ka mundësi për një vëlla. Po ka mundësi, Ornani. Faleminderit. E kam një vëlla zëtriot, po o problemi që ka bu koza shumë me kote, ma herët, edhe u kone për burë që një kohë ka i edhe bërë që koza shumë,
me leje të lumit Allah t'i koshën volës në ashtë i kalon dhe me thonë të sene. Po problemi i borçeve tash në përdine dhe asimi për arsye se kemi ndërmu 2-3 herë, po prapë ka hinë në ato borçe, nuk po dita se reagu me Allah. Faleminderit, natën e mirë, aleikum selam. Aleikum selam. Po hoqë, çfarë këshillë keni me të rast se thotë vllai është penduar nga mëkati? Vllai, kjo është problem që ka nevojë për tatim më të përafërt. Tash nuk po di realisht a ka arsye me që ka marrë borx, nuk ka arsye. Çka nëse na po i ndihmojmë, ai apo stimulon atë edhe më shumë me bëj gjunahe edhe me harë mëkat edhe me marr borx, apo çka nëse për shkak të situatës nuk është e tillë. Nëse edhe kësaj rrode ndihmojnë, ndoshta ai ndërpet. Andaj për sa kemi të bëjmë me dy palë këtu, për të gjykuar duhet me ndëgju dy palët. Kjo është e para. Andaj nuk mundem me gjyku, por mundem me sugjeru. Andaj gjykim nuk muna me nxirr, por sugjerim muna me nxirr. Muna me dhun këshill përgjithshme. E që është ndihmoj sa të mundesh vëlla. Ndihmoj sa është vllau yt. Tek e fundit mundo me ndihmu jo që me para aftë. Mundo me shiku veç mundo me ndihmu, po domon edhe ndryshe, jo veç duke ala borxhet. Pse po hinë në borxh? Ku bëj ato para? Apo ndoshta a ka pas arsye që ka marr borxh? Apo po merr borxh prapë për gjatë e mëkateve të kaluara apo për çka po marr? Dhe mendoj se ka një problem më të tun nga shumë aspekte. Jo veç ai u him borxh, nuk di pse u him borxh, nuk di çfarë bën ai, po ai prapë polipore. Po ndoshta ka pas nevojë ose s'ka pas nevojë, por ai mendon se ka nevojë. Apo ndoshta nëse kemi ofru ndoshta afërsitë mjaftueshme, ndihmë mjaftueshme, dhe tash ai po detyrohet me kërku borxh, do të them që ka një trajtu problemin nga shumë aspekte. Duhet me ndihmu edhe mos me elan që me rshit prap. Sa nëse ka marrë borxh dhe nuk ka mundësi me e kthy, atëri prap ka mundësi që kjo me shtyj me vjedh ose me bëni krim. Ose fatkeqësisht më fut në konflikt me palën që i ka borxh, nga se borxhliu e li borxhin e vet. Dua të them që situata është më komplekse dhe nuk duhet më shikoj veç ka aspekt që unë e pinimoj ndërsa i po harxhon. Normalisht nuk duhet të kështu me llastu që hentin borsa dush se ti ki vllazë që të trin ty gati, edhe kjo është keq, nuk bën kështu. Duhet nganjëherë me qiu sinjale, i him borxh, mani vëlla çfarë vete. Shet e kerrën, sheti dhomën e fjetës, shet diçka, kthej borxhin. Nuk mund na gjithmonë me aty gati. Por kur e bën këtë, kur e bën atë, mendoj që kjo pastaj është problematike që unë tash do udhëzime të prera, se kur ata duhet shumë ja bëu, kur sot nga se varet nga situata që e ka vllau, nga afërsia, nga gjendja, nga rreziku i borxhit, gjithë ato pastaj na bëjnë që me ditë se si me vepru, a me ndihmu apo me e sankcionu për momentet që ai më marr mësim, këto pastaj duhet ata me ditë se si me vepru. Por dua të them që situata është më e komplikuar dhe ka nevojë më shumë për trajtim për afërt, jo kështu pyetje nga larg, nga se e kam problem me gjyku pa ditë realisht situatën. Është me një telefonat tjetër, alo? Alo? Po? Me mama po duhet di diçka. Po, ornani? Jam Diana Mustafa prej Prishtinës. Vëzëtore. Po? Edhe po ta bëj pyetjen është haram i lysajt. E qartë është pyetja juaj, faleminderit. Dhe hoqë kjo 10 vjeçare pyet është haram i lysajt. Ja, nuk është haram i lysajt, vetëm është problem nëse lyrja e flokëve, lyrja e thënjve, pastaj pengon me marr abdes. E kjo 10 vjeçare, kjo se ka obligim namazin, në kuptim të obligime sigurisht ne të rriturit, por megjithatë kjo duhet më fal. Për shkak që më mësu, më pas të rrit namazin, jo si obligim, por si të lloj trajnimi dhe lloj tradite që më pas më let kur të vi obligimet. Andaj domethënë i lyn thojt kur ka nevojë rasa saktuara, por më pas kujdes që edhe kanë me pas domethënë atë shlyrësin e thojve, lyrjes, që më pas më që marr abdes më let apo. Nuk po them se ka obligim, apo por nëse gjithmonë i ka thojt lyer, dhe gjithmonë na mësojmë merr abdes ti e vogël s'ka gale, nga njerëzit fëmijëve thonë s'ka gale, hajt mos e kom të se i ri apo. Nuk bën më mësu mangt. Mëse e mirë, kuptoj, kur të merr abdes, do të marr me rregulla. Nuk po themi se nëse e merr në gjysmë abdesin fëmiu se ka namazin rregull, apo por po them është traditë, është mësim që i mbetet pastaj për matutje.
Andaj kjo më shumë i takon prindës se vetë fëmijët. Nëse për fëmijët nuk prish punë mi lythojt apo. Mëshanisht është vajzë, domthonë është edhe e re, 10 vjeç, nuk ka diçka të keqe, por po them me pas kujdes prindi se si po menaxhon me këtë situatë mes zbukurimit dhe mes faljes së namazit. Vazhdojmë me një telefonat tjetër, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Të shëndet Hoxha. Faleminderit. Po. Dhe isha më bën një pyetje. Cila është pyetja juaj? Hoxha, kisha më bën një pyetje. Kom pas shok. Ka pi alkool. Po. Para 2 vjetë e ka ndërprej. Po. Po ta shtjellën në xhami. Çdo ditë, ja po vi sot, ja po vi nesër, ja po vi sot, ja po vi nesër, halo nuk po mundet me bo zemrën ngure me në xhami. Isha me vejtë Hoxhën, ako mundësi të shysh në marë këshehu, për këtë shukin të. Po, qartë. Faleminderit. Tash Hoxha duhet ta zbuz zemrën apo ta bëj guri? Po tani kam bërë kjo traditë, ka bëu zemrën guri, duhet me zbut zemrën, sa e guri është kur shkon në xhami. Por duhet me kanë atë kuptimin e burrërisë. Po, me forcë po kuptojnë e drejt, por po dua të them që mirë është me por këtë tjetër, me zbut zemrën se ngurësia e zemrës pengon nga xhamia. Sidoqoftë, ky njeri ka probleme që kanë bëjmë me të kaluarën. Ka pi alkool, nëse njerëz vetë kanë pon kafe, e kanë pon ndoshta nganjëherë të deun në rrugë ka bredh. Ata ka problem pikërisht ata njerëz me shku mu fal atë. Andaj mirë që këni me provë shku në xhami ku se një askush, pak më larg. Marrë atë edhe çaj diku për xhumo. Ta hekat kompleks, ta hekat problem. Dhe gjithashtu domethënë e dyta duhet që me bisedu me të më tepër, ose me qenë në një hoxh, ose të në një njeri më i ditur që ka për fe, për mi tregu se nuk duhet me mbet pengit kaluarës. Nga një njerëz thot, nisha unë xhami, po çka ku mbone kur po mbien mend, çfarë xhamie? Mi tregu se kjo është vezvese e shejtanit, shejtani po cyti. Andaj, nëse s'u beson ti mu, për shembull, mi thon shokut vet, ky shoku i tij, se unë në rastëm, po çon që te hoxha, ku dush, vetë kon dush ti me pasë, domthonë e kaluara të s'ka të bëj fare me të ardhmen. Përkundrazi, ajo nëse e pendu nuk bën më të falet, ndërsa tash ti ke hap një faqe të re me Zotin tënd, madje edhe me njerëzit, pse nuk e përdor këtë faqe të re me mbush me të mira? Pse po e njollos prap me punë që ti po mendon se janë probleme? Nuk janë problem, e kaluara ka kaluar më vonë. Andaj kemi nevojë që njerëzit me i shkarku nga barra së kaluarës për të treguar se kjo nuk është barr më. Mëkat e falë nuk janë më barr. Përkundrazi, janë tashmë një deponim i ri joti që nuk ka të bëjë me të kaluarën tënde. Dhe një shërim i tillë argumentuar nga një person kompetent, mendoj që do t'ia shonte shumë zemra. Dhe e treta që mendoj është mirë, është që ndoshta me i gjetë të tillë që ai njeh nëse ka të shoqërisë kaluar, që ata kanë pi ose kanë boksi mëkate, dhe tash ja ku është njëri, shumë normal, nuk ka diçka e rënd. Ka sa i mendon, unë di raste shumë të, dhe kjo nuk është e pazakonshme, është normal. Njeriu i tillë kur vjen herë pa në xhami, mendon se ke xhamia për fqyra fal. Gjithë i kanë syt kaj. As kush nuk e sheh, as nuk e vrej, pa jashtë mendon. Andaj duhet dikush me këtë përvojë sikurse ai, mi tregu se si ka kaluar ai me këtë përvojë, për me stimulu dhe me dhon guzim. Do shta për shembull ky shoku s'ka pi alkool. E nuk ka mundësi ndoshta me e bind, se ky thotë, "O ti si e ti e ke pas let?" Apo mi a gjet dikën që ndoshta e ka pas vështirë sikurse ky, ka qenë ndoshta edhe më i devijuar se ky, që praktikisht ai më tregua apo. Unë kam qenë më i devijuar se ti. Unë kam bërë këtë punë. Dhe ja tash jam në xhami. Ti mendon mi tregu se ke ndjenjë që ti po mendon, se gjithë po shikojnë, po flasin për ty, është normale, edhe pse nuk është reale. Është normale, po nuk është reale. S'ka të bëjë me realitetin absolutisht. Një herë, 2 herë vjen, thejet kjo të duket pasoj pothuajse çdo kush i qyr punë vetë, dhe realisht kështu tash në xhami, kur kush nuk qyr ty çka ke qenë, çka ke bëu. Ne mos uni i kompleksuar për këtë çështje, elhamdullah që e ke lënë. Prandaj mendoj që me këto 3 gjëra dal ngadal fillon që ndoshta po tham dorë Zoti me tërje ka rruga e xhamisë. Mirë, presim një telefonat tjetër në vazhdim, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe është një pyetje për Hoxhën. Po. Unë jam çaj mirësopi i Mitrovicës. Vlo i Fatina që thiri ma herët për bërse. Po. Dhe ishta veç me sharu pa kohën se unë jem konë këta një falë problemin këtëre herë. Dhe qenë se tash i kom lana të vërsa në shpash, për asyje se më kam bërë fëmija
në vllaznin jam I dob, edhe pse më kanë imu faleminderit e tyre shumë herë. Po mirë arsye pse jam hiu në bërsh, do më thonë mi më tepër për fëmijë, edhe më gjysër I kuptim shpejt gjysër I kumongër ullës. Po sot normal që I kum rroti shmën, edhe jam pendu për atë sanë që I kum bërë. Po problemi jo që nuk po zgjoj zgjidhje, nuk po zgjoj rrugën që me dalë për atyre dorë që sot, që mos me posë shkurt probleme as me bërshli, po të njëjtën kohë as me polici. Thjesht mu ju kry një jetë normale edhe me punu si çdo kush, edhe me moj familje si çdo njeri. Nuk e di a kisha po në mundësi më kry, apo do të me vazhdu këtu që e kom vazhdu deri sot kështu. Do më borxhet janë të kaluar apo borxhet nga kalumja? Borxhet nga kalumet, po. Po, kuptoj. Faleminderit vëll, fol edhe I pori je që ti tregova këtë sane. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu. Po, një sqarim solli. Po vjen mirë që po përputhet me atë që tham më herët që nuk duhet mungut njëri, nga se ka një arsye të veta. Dhe po vjen mirë që ky sqarim është në atë drejtim që na e dham udhëzimin. Thash nuk dua me gjyku pa ngut dy palët, por sugjerimi dhe këshilla ime është që më ndihmu. Dhe vallai tash më mësohet bindi dhe më shumë në atë që duhet më ndihmu këtë njeri apo. Ky po kërkon ndihmë. Dhe nëse ne nuk ja shtrim dorën ndihmës, ky rrezikon më kthy prapë rrugë të këqija apo. Nuk pa arsyetoj kthimin e tij. Largasoj s'ka arsye, por nuk do të gjen rrugë dalë dhe ndoshta e bën atë që është më e keq apo. Të ketë probleme njerëz, sikur sa edhe me polici largasoj, ku mbetet fëmia. Andaj përderisa borxhet kanë me të kaluarën. Dhe njëri ka marrë mësim nga kaluara do të më kthy. Unë mendoj se kjo është e mjaftueshme për vëllezërit e tij. Zoti shpërbleft që I kanë ndihmu. Por këtij njeri meriton me ndihmu aftë. Jo veç vllaznia e tij, por vallai kurdo që ka mundësi me ndihmu, me lag këto borxhe, nëse më të vërtet ky njeri në këtë mënyrë po e shpreh dëshpërimin dhe keqardhjen e tij për të kaluarën që e ka pasur. Andaj më shpëtu një njeri nga rruga e keqe. Me shpëtu njëri nga konflikti me njerëz, me kthy njëri në familje, kjo nuk matet me parë kjo mo. Kjo s'ka çmim kjo. Absolutisht s'ka çmim kjo. Por veç duhet me shikuar se kush po merr sevapën e kësaj. Dhe kush po arrin që te Zoti mandon me fitu shpërblim sa më tepër që këtij njeriu me nxit veçanërisht në këtë situatë ka marr për fëmijë, normalisht ka keq përdorur për vete, por ka pas situata kur ka qenë për familje. Dhe tashmë është penduar, është I vetëdijshëm çka ka bë, por e tërheqë kaluara, borxhlit, e tërheqën problemet e kaluarës, andaj për me kthy këtë në shoqëri normale dhe me erujt që mos me vazhdu më tutje me të këqija, unë mendoj se nëse me parë këna mundsi këtë me bë kjo më e lira apo. Se nganjëre problemet e njeriu të kaluarën me pas mundsi me I parë me I hesht dhe me I pushu, kjo do të ishte më e lehtë, po nganjëre nuk bëhet me parë. Janë probleme me ngatërresa ndryshme që nuk lën me parë. Ato nganjëherë ndoshta njerëz nuk pranë pas me gjak me I lalla në rryt me hakmarrje kështu me radhë. Andaj elhamna që ky njeri nuk ka domethënë borxhe të asë natyre që me para nuk lahen. Por I ka borxhe me para që lahen. Kjo është më e lira e mundshme kur bie fjala për gjak, kur bie fjala për probleme e konflikte të ndryshme. Andaj mendoj që pas kësaj edhe ai vllau I tij që thiri më herët që më pyeti çfarë më bë, I them ndihmoj. Ndihmoj masi domthon nuk ka të bëjë me borxhe të reja, por me të kaluarën mundohuni, mobilizohuni si të keni mundësi. Ndihmoni njerëzit që të integrohen në shoqëri dhe mundohuni mi asiguru një të ardhmë më të mirë, me të ardhura stabile, duke punu, duke angazhuar ti kthehet familjes së tij. Këtë e kemi borx, wallahi borx dhe obligim e kemi fetar, njerëzor, kombëtar, çfarë do qoftë. Dhe tani do të inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po. Jam në martumen. Ja, ti mëne I fali 5 kohë namazit. Po. Jam e mbulume. Po, unë nësot në namaz burri nuk den. Edhe kështu, unë e në nëgjesin, ose kur ka njëherë burri tam, ka qef për më falë nuk den, as dovë nuk den, po është e drejtë që unë më falë me zot nalt, e burri veç me zot vogël.
Ai del para meje, unë mbrapa jam, po derisa të mësohet burri, a kam drejtën për me fol me zot nalt, që burrin për me zot vogël. Po, me fol namaz. e kuptuam, faleminderit për telefonatën. Dhe hoqë një pyetje interesante. Kjo mirë që hamna që burri po dën më mësu, edhe më që pranon pigrus më mësu. Kjo është pozitive në drejtim të emisionit që folëm, apo që nuk ka problem me mësu pigruas, absolutisht. Në momentin kur domthon mësojmë gjëra dobishme dhe e kundërta, gruaja nga burri kështu më radh apo. Andaj kjo është e mirë, por ka tjetër zgjidhje apo. Ka tjetër zgjidhje apo. Nuk duhet me prit burri për me mujt mu pavarësu namaz mu fal, me mësu këtë ato që ka duhet mu fal. Ka që kjo merr ku. Mirë po, njëri më mësu mu fal. I ka dy gjëra. E para janë lëvizjet dhe e dyta janë lutjet. Lëvizjet i mëson për 5 minuta. Rën këmbë, shkon ruku, bën sejdë kështu dhe ka që recitatet atë. Kjo është e thjeshtë me mësua, nuk është e vështirë. Meqenëse kur njëri është i ri, sikur sa mund ta më kuptoj, nuk janë të vjetër shumë, apo janë të ri. Dhe këtë mund më kuptoj. Këtë të mëson një herë apo. Duat i mëson dal ngadal. Nga se kështu të problem u falaj, me thonë, gruaja ti thuhet ti këtë, ai më thonë ky namaz nuk është në rregull kështu mu falaj apo. Por i mëson lëvizjet dhe fillon mu fal. Po nuk din as elham as kurrë. Le thot subhanallah. A din me thonë subhanallah? Le thot subhanallah, alhamdulillah. Din me thonë këtë besoj. Subhanallah, alhamdulillah le thot në kom, subhanallah, alhamdulillah le thot në ruku, subhanallah, alhamdulillah le thot sejdë. Ku do që të është, çdo lëvizje le thot këtë të jap selam apo. Kjo mund të gjatë 2-3 ditë. Të mëson elhamin edhe kul huwallahu ahad. Ka se nuk i duhet më shumë. Në ditë të mëson, ma mërmene, po hajë që 2 ditë dhe futet namaz pastaj me duat kryesore. Surën Fatiha, surën Ikhlas. Pastaj dhe ka dalë mësohet ato. Dhe pasi që është burr, mirë me shku në xhami. Aty heshtë, kur kush nuk e di çfarë po thuti. Por mësosh me imamin më fal. Edhe falesh me xhamat, por edhe tamam e mëson namazin si duhet duke pasu imamin atë. Dhe kjo është një zgjidhje. Don mëson rregulla në shtëpi të përgjithshme dhe shkon në xhami. Çka thot hoxha, çfarë të bën? Dhe një herë dy herë duke u fal mësohet, nuk ka namaz që ka shumë e komplikuar, e vështirë, duhet procedura, muj. Ja thjesht është atë. Devizet dhe recitatin thjeshta, duat pas janë në gjuhën arabe pak më problematike, por për këtë ka mundësi me pas ku. Nuk prish punë, bën më u fal, pa ditë këtë duat, thash veçanërisht duke pas parasysh një filozofë që nuk din asgjë, mjaftohet me fjalën subhanallah, alhamdulillah, falet atë. Sot, nesër e thot elhamin, mas e kul vallahu, kështu dal ngadal, dhe besoj që për një kohë shkurt kompletohet dhe fal namazin vetë atë. Dhe kështu arritëm në fund të emisionit, ishte kënaqësi që ishit me ne dhe shikuesit tanë. Allah është leftë dhe unë po të kënaqësi që isha sot në shoqërinë tënde. Faleminderit. Shikues të nderuar, këtu është fundi i emisionit të sotëm Nektari i Volosur. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim me emisioneve të tjera. Deri atëherë, selamun alejkum. وإنك لعلى خلق عظيم